Mirë mama. Qysheni, a një mirë? Audolla, qysheni? Si e? Qysheni, Audolla, a një si mirë? kam të djoni? Audolla, Eduardi, vjen mirë? Përshëndetje, Eduardi, vjen mirë, përshëndetje, Eduardi, qyshe, a je mirë? Audolla, qysheni, përshëndetje, Eduardi, qyshe, Audolla, përshëndetje, qysheni, a një mirë? Eduardi, përshëndetje, Audolla, qysheni, qyshe, a je mirë? Eduardi, vjen mirë, përshëndetje, qysheni, a një mirë? Jo, ja, pa dorën bora. Alaudin Kumun. Se nuk e prit Eduardi. Vjeti Mirmama. Mirmama të gjithë. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha për shbyti. Edi, unë po përpishëm të flasë këto momente dhe risa në studio ka njerë që po bro rasin emrin tënë dhe për të gjithë ata që përna në ndjekin, është një befasi e madhe që ti të jesh sërish në shtëpinë e Big Brother. Dhe besoj që janë kurios të dinë se qëfar mësimi ke marrë që nga edicioni i kaluar. Mësimi u konë mi ndreq dyrt kësi here, mos mi thuj mu. Edi, po mdukesh ma serios. Kësi here edhe stilin e kom drua. Po, pesho, shumë ma elegant ke ytë. Duke pas parasysh që në vitin e kaluar, në edicion e kaluar, ke qëndruar diku 10-11 ditë brenda shtëpisë së Big Brotherit, dhe me maturin tash që ke dhe vllahun e madh që të ka jap shansin e dytë, ne turojmë që kësaj radhe qëndrosh paktën 14 ditë tash tysh. 2 javë pi bojmë fix. 2 javë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Po besoj që e ki qëllimin ma gjatë se sa 2 javë. Si herë jam i përgatitur edhe për 3 vjetë, më majtë. Je i përgatitur edhe për 3 vjetë. Kismet. Mirë. Bo në gati me ndreq dyrë, pra. Rregull. Ullu ku dushet.